Dëmtimi i sistemit të ndriçimit të bypassit të Shkodrës fatkeqësisht ka vijuar në mënyrë sistematike në vend që dëndonte kundërta. Të paktën mbi 70 ndriçues janë dëmtuar fizikisht apo vjedhur në dy anët e kësaj vepre. Një gjendje e tillë është e patolerueshme pasi sistemi i ndriçimit është ndërtuar për të funksionuar dhe për të garantuar sigurinë gjatë natës, jo për t'u lënë në mëshirë të fatit apo pa u riparuar kur dëmtohet. Prej kohësh dihet për gjendjen e dëmtuar të këtij segmenti, i cili po përkeçohet ditaditës ndërsa ka munguar vëmendja autoritetit rrugor të Veriut në Shkodër për të ndërhyrë në administrimin e kësaj situate. Ky institucion ka detyrë të veprojë për rikthimin në funksion të sistemit të ndriçimit dhe jo të lejojë që sot në dy anët e bypassit të paktën 70 ndriçues të jenë të dëmtuar dhe ndriçimi të mos funksionojë në pjesën më të madhe të tij, rreth 5 km. Po ashtu në situata të tilla nuk mund të mos evidentohet edhe përgjegjësia e policisë së shtetit, e cila ka për detyrë të kontrollojë dhe të parandalojë sa më shumë të jetë mundur veprime të tilla, si dhe të çojë përpara drejtësisë personat që dëmtojnë pronën publike. Bypassi i Shkodrës është një nga objektet më të rëndësishme të rrjetit rrugor shqiptar, si pjesë e aksit Shkodër-Hanihoti dhe Anasjeltas. Për ndërtimin e tij rreth 5 km i gjatë janë investuar mbi 1.7 miliard lekë të reja, ndaj edhe mungesa e vëmendjes ndaj kësaj vepre është krejtësisht e papranueshme. Sipas specialistëve, vetëm 70 ndriçuesit e dëmtuar kushtojnë të paktën rreth 18.000 euro, një fakt që tregon edhe për dëmin financiar që shkaktohet në raste të tilla.